Me të vërtet falënderimet i takojnë Allahut, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut lartësuar të na ruajë nga e keqja e veteve tona dhe nga dëmi i punëve tona të këqija. Atë njeri cilin Allahu i madhëruar udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, dhe atë njeri cilin Allahu i madhëruar e lën në devijim nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj e deklaroj se nuk meriton të adhurohet veç se Allahu i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë në rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, hutba e sotme është për shikimin. Shikimi i cili është konsideruar si pararojë e zemrave. Dhe ne si besimtar duhet ta dimë se në të gjithë jetën tonë ne jemi në një proces përmirësimi të besimit tonë, të zemrave tona, të ruajtjes së gjymtyrëve dhe të pastrimit të shpirtit. Profeti Allahu i lartësuar thot në librin e tij: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ka shpëtuar dhe ka fituar ai i cili e pastron dhe e fisnikëron shpirtin e tij. Dhe ka humbur dhe shkatruar ai i cili e ndot shpirtin e tij. Prandaj ne si besimtar pa ndërprerje në jetën tonë përpiqemi të përmirësojmë besimin, të kultivojmë besimin në zemrat tona dhe gjithashtu të nështrojmë trurin tonë dhe trupin tonë ndaj atyre urdhrave hyjnore që Allahu i lartësuar urdhëron. Që mendjet tona të jenë të bindura ndaj urdhrit të Zotit dhe trupi ynë të jetë i lirshëm dhe i çliruar dhe i gatshëm që të veprojë ato që Allahu i lartësuar urdhëron dhe të largohet nga ato që Allahu i lartësuar ndalon. Ky është një proces përmirësimi që vazhdon sa njeriu është gjallë. Dhe një nga çështjet më madhore për cilat njeriu duhet të ruhet është shikimi i tij. Është që shikimin e tij të mos e lëshojë në haram, në ato gjëra që nuk i lejohen, në ato gjëra të cilat e ngarkojnë me gjuna, në ato gjëra të cilat i sjellin pastaj pishmëllëk të madh, pendes të madhe, ato gjëra të cilat ndoshta e çojnë në shkatërrim. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në një fjalë të tij: "Kutiba ala ibni Adama nasibuhu min az-zina, mudriku dhalika la mahala." Thot, i është shkruar birit të Ademit pjesa e tij. I është caktuar pjesa e tij prej zinas. Zinaja, nderuar besimtar, është imoraliteti. Allahu i lartësuar na ruaj të gjithë neve nga ndytësitë dhe imoraliteti. Thot, i është caktuar birit të Ademit, çdo njeriu pjesa e tij prej imoralitet, zinas, që ka për të arritur atë. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam e shtjellon se si njeriu bie në këtë gjunah edhe me gjymtyrët e tij dhe me shisat e tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Zinaja e syve është shikimi. Zinaja e veshëve është dëgjimi. Zinaja e gjuhës është të folurit. Zinaja e dorës është veprimi me të. Zinaja e këmbës janë hapat, ecja drejt haramit, ndërsa zemra dëshiron dhe lakmon, synon. Ndërsa pjesët intime ose e konkretizojnë të gjithën, ose e përvinjështrojnë të gjithën." Kjo tregon, nderuar besimtar, se njeriu pashmangshëm në jetën e tij përballet me gjëra jo të hishme, që i dëgjon, që i shikon, që ndoshta edhe të ndohet dhe prek apo ecën për t'i konkretizuar në çështjen e moralit. Por besimtari me frikën e Zotit nuk e çon synimin në fund, nuk arrin deri tek harami i madh, edhe nëse të ndohet me shisat e tij. Allahu i lartësuar na ruaj të gjithëve. Hadithi është tek Muslimi. Të nderuar besimtar, ne duhet të meditojmë dhe të mendojmë në jetën tonë se Allahu i lartësuar na ka dhuruar mirësi të mëdha. Dhe të mos bëhemi njerëz që neglizhojmë dhe i mohojmë mirësitë e Zotit. Nga njëherë mirësinë kur e ke, nuk e vlerëson. Natyra njerëzore është e tillë. Ai që është sëmur e kupton se çdo thotë që është çfarë është shëndet.
Ai cili është i verbër e kupton me të vërtet vlerën e syve. Ai që është shurb me mec. Ai e kupton me të vërtet se në çfarë mirësie janë ata të cilët dëgjojnë dhe flasin. Prandaj këto mirësi duhet t'i ruajmë dhe ta falenderojmë Allahun e lartësuar për to. Sepse për natyrës besimtarit mirë është mirënjohës dhe falenderues dhe jo mohues. Allah i lartësuar thotë në librin e tij: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse ju do të përpiqeni të numëroni mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i llogarisni ato. Nuk mundet njeriu të marrë një laps dhe një letër në gjithë jetën e tij dhe të numërojë dhe të shkruajë çfarë mirësish ka. Nuk mundet t'i llogarisë mirësitë e Zotit. Janë shumë, por a i konsiderojmë mirësi apo jo? Apo i konsiderojmë thjesht merita që ne meritojmë t'i kemi? E pse ne meritojmë t'i kemi ndërsa ka të tjerë që janë sprovuar dhe nuk i kanë? Prandaj të falenderojmë Allahun e lartësuar për çdo mirësi që na ka dhënë, në çdo çast të jetës sonë, natën dhe ditën, në çdo çast dhe moment të cilat ne i përjetojmë këto mirësi dhe ndoshta nuk falenderojmë për to. Allah i lartësuar thotë: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Thotë Allahu ju nxorri nga barqet e nënave të paditur. Asgjë s'dinit nga dynjaja. Por Allah i lartësuar ju bëri juve mjetet, ju vendosi, ju dha, ju dhuroi mjetet që ju të shtoheni dijen tuaj, ndërgjegjen tuaj, të arrini mirësitë tuaja, por në fund falenderoni. Thotë Allah i lartësuar, Allahu ju nxorri nga barqet e nënave të paditur. Pastaj ju dha dëgjimin. Pra ju lindët bashkë me dëgjimin, shikimin e zemrat, që të jeni mirënjohës. Të jeni mirënjohës, falenderues në Allahut lartësuar. Prandaj njeriu mirësinë e shikimit duhet ta vlerësojë. Duhet ta vlerësojë aq shumë sa që të mendojë se sikur të qëndrojë në sejdë, të adhurojë Allahun e lartësuar për gjithë jetën e tij, nuk do të arrijë kur ta shlyejë qoftë edhe mirësinë e shikimit, dhe këtë e dim nga hadithi i personit që kur del para Allahut ditën e gjykimit, Allahu i lartësuar thot: "Futeni në xhenet me mirësinë time." Dhe ai thot përkundrazi: "Unë xhenetin e meritoj sepse kam qenë besimtar gjithë jetën time dhe t'jam falur ty o Zot." Thot Allahu i lartësuar: "Shkoni dhe çojeni në xhenet me mirësinë time, me mëshirën time." Thot jo, me meritën time. Atëherë Allahu i lartësuar urdhëron që të peshohet gjithë puna e jetës tij. Më shumë se 60 vite adhurim, në një krah peshores të peshohet vetëm me mirësinë e syve, shikimit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mirësia e shikimit ishte më e madhe se sa gjithë adhurimi që kishte kryer, domethënë në 60 vite nuk kishte shlyer asnjë mirësi nga mirësitë e Zotit me adhurimin e tij. Andaj besimtari duhet të jetë falënderues për këtë mirësi të madhe dhe të ditë ta ruaj atë. Dhe mirësia Allahut ruhet dhe jemi njohës dhe falënderues për të kur e ruan nga harami. Kur e ruan nga ajo që Allahu ndalon. Nuk do të thotë ti je perfekt. Nuk do të thotë jesh i pagabushëm, por të përpiqesh të çosh në vend urdhrat e Allahut lartësuar, i cili thotë: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Thuaj ju besimtarëve që ulin shikimet e tyre dhe ta ruajnë derin e tyre. Mos bëjni moralitet. Të ulin shikimin dhe të ruajnë derin, sepse shikimi është hapi i parë, është shkëndija e parë dhe çon pastaj në moralitet. Fadhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun. Kjo është më e pastër, më fisnike për ta. Dhe ta dinë se Allahu e di mirë atë që ata punojnë. Secili prej nesh ta di se Allahu e di shumë mirë se çfarë ne bëjmë, si ne sillemi me shikimin tonë.
Dhe vazhdon Allahu i lartësuar duke thënë: "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Thuaj ju besimtarëve gjithashtu që t'i ulin shikimet e tyre dhe ta ruajnë nderin e tyre, dhe të mos i shfaqin bukuritë dhe hiret e tyre, përveç atyre që nuk mund t'i mbulojnë. Pra, thjesht fiziku i saj, por të mbulohet ajo dhe të mos nxjerrë sheshit hiret dhe bukuritë e saj që të sprovojë me to njerëzit. Ibn Kathiri, Allah më shëroft, ka thënë: "Ky është një urdhër nga Allahu i lartësuar për robërit e tij besimtar që t'i ulin shikimet nga ato gjëra që Allahu i lartësuar i ka ndaluar. Ata të mos shikojnë përveç se atë që Allahu ka lejuar të shikojnë, dhe t'i largojnë shikimet nga haramet. Nëse ndodh që syri të bjerë pa qëllim mbi diçka ndaluar, atëherë le ta largojnë menjëherë shikimin e tij, siç transmetohet në hadith nga Xharir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: "E pyeta të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nadhari al-fajah fa amarani an asrifa basari." E pyeta të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për shikimin e papritur, dhe ai më urdhroi që ta ruaj dhe ta largoj shikimin tim. Nëse papritur të bie shikimi në diçka që është e ndaluar të shikosh, dhe sot me të vërtetë që rinia është e sprovuar, dhe jo vetëm rinia, të gjithë janë të sprovuar në këtë aspekt. Por duhet të dimë se Allahu i lartësuar na ka dhënë ne potencialin që të ruhemi nga harami sa kemi mundësi, veçse nëse nuk dëshirojmë. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë këtij sahabit nderuar, kur e ka pyetur për shikimin pa dashje, shikimin i cili është i papritur, thot: "Largoje, mos e zgjat shikimin tënd derisa të kënaqësh dëshirat e tua, epshet e tua. E pastaj të vuash në veten tënde për diçka që nuk e arrin dot. Po largoje shikimin, ruaje, dhe nuk do të vuash as pak më mbas." Lutem Allahun na forcoj imanin tonë. Prandaj nderuar besimtar, syt janë pararoja e zemrës. Dhe shikimi është zanafilla e shumë ngjarjeve dhe shumë sprovave që e godasin njeriu. Është konsideruar shikimi si porta më e madhe e zemrës. Njeriu çfarë shikon ndikohet shumë me të, më shumë se me çdo shqis tjetër. Shikimi është porta më e madhe e zemrës. Domethënë zemra ndikohet më shumë se me gjithçka tjetër nga ato që shikon me syrin e tij. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, edhe devijimet e mëdha, rrëshqitet e mëdha, rënjet në haram në përgjithësi vijnë për shkak të shikimit. Prandaj e kemi detyrë që ta ruajmë shikimin, ta ulim atë dhe ta largojmë nga haramet në mënyrë që të mos sprovohemi. Dhe të mos mendojmë asnjëherë se nëse njerëzit na shikojnë, Allahu s'na shikon. Nëse jemi larg shikimit njerëzve, jemi vetëm, të mendojmë se kjo është diçka që Allahu i lartësuar nuk e vë re prej nesh. Allahu i lartësuar thotë në librin e tij: "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur." Ai thotë e di shikimin tradhtar të syve, dhe ai e di se çfarë fshehin kraharorët tuaj. Al-Baghawi, Allahu më shëroft, ka thënë, do me thënë tradhtinë e syve që është vjedhja fshehurazi e një shikimi drejt asaj që nuk është e lejuar. Dhe Mujahidi prej tabiinëve ka thënë, tradhtia e syve është shikimi i syve drejt asaj që Allahu e ka bërë haram. Dhe i gjem një pajtim unanimisht të umetit, të muslimanëve, që nga fillimi, brezat e parë, deri tek fundi, të gjithë janë unanimisht të një mendimi se çështja e shikimit të shfrenuar mes burrave dhe grave të cilët janë të huaj mes tyre, që nuk e lidh në një lidhje farefisnore, apo lidhje tjetër që të quhen të afërt me njëri tjetrin, është haram, është e ndaluar. Zgjatja e shikimit kur nuk është e nevojshme. Është nga çështjet unanime të gjithë dietarët që është haram, është e ndaluar. Prandaj, nderuar besimtar, duhet të bëjmë disa sebepe që të ruhemi.
Të bëjmë disa sebebe që shikimi të mos jetë i shfrenuar. Ndërto është këshilla që profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë që të mos qëndrojmë rrugëve, të mos qëndrojmë në ato vende ku nuk mund të arruash shikimin, veç se nëse e ketë nevojshme. E nëse e ketë nevojshme, ka rregullat e veta. Profeti sallallahu alaihi wasallam u ka thënë sahabëve të tij: ruhuni nga qëndrimi në për rrugë. Ata i thanë: o i dërguari i Allahut, ne kemi nevojë për vendet tona ku ulemi dhe bisedojmë. Kemi nevojshme të ulemi, pra sot në një kafene, në një vend takimi, ne kemi të nevojshme të ulemi për çështjet e jetës. Atëherë thot profeti sallallahu alaihi wasallam: nëse patjetër do të uleni, atëherë jep janë rrugës hakun e saj, të drejtën që ka. E pyetëm cila është e drejta e rrugës? Haku i rrugës, o i dërguari i Allahut, ai tha: ulja e shikimit, mos dëmtimi i të tjerëve, kthimi i selamit, urdhërimi për mirë dhe ndalimi nga keqja. Nuk është arsye që të ulesh diku dhe pastaj të shikosh çdo që kalon me shikimin tënd. Dhe as nuk është arsye vapa e verës që të shkosh në mesin e lakurisisë dhe të bësh plazh për të marrë rreze. Por përpiqu të arruash shikimin tënd dhe fen tënd dhe sa të mundesh, sepse feja është kapitali më i shtrenjtë i njeriu. Dhe jo vetëm në rrugë, por përpiqu dhe me telefonin që ke në dorë, me mjetet e komunikimit, rrjetet sociale. Përpiqu të arruash shikimin tënd. Kur ngelesh mes teje dhe Allahut vetëm, dhe nuk ka kush të mbikëqyr, kje frikë Allahun veten tënde dhe ule shikimin tënd. Nderuar besimtar, nuk ka gjë më të dobishme për njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër se sa të bindet urdhërve të Zotit. Lumturinë e tij, mirësinë e tij, bereqetin e tij njeriu e ka aty ku i bindet Allahut lartësuar. Dhe pendimin e tij, mjerimin e tij e ka aty ku kundërshton urdhrat e Allahut. Sado kënaqësi ti duket sikur arrin për çastin e tij. Haramet më mbas i sjellin atij pendes, i sjellin atij shkatërri. Allahu i lartësuar na ruaj prej tyre. Shikimi është një shigjet, është konsideruar shigjet e helmatisur për shigjetave të iblisit. Kushdo që e ul për hir të Allahut, Allahu ja zvendëson me ëmbëlsinë e besimit që ndjen në zemrën e tij sa të jetë gjallë. Ndjen kënaqësi, dhe kënaqësi direkte. Kur gjen forcën ta ul shikimin dhe nuk e shkon haramin. Përndryshe, ndjen vetëm pendes dhe shkatërim në zemrën e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka porositur Aliun radhiyallahu anhu. I ka thënë: Ali, kujdes tot të mos e pasosh shikimin e parë me një shikim tjetër, sepse thot i pari është i falur për ty, ndërsa i dyti nuk të lejohet, i dyti të ngarkon me gjuna. Prandaj nuk është arsye që ta zgjasësh shikimin tek harami dhe as ta shikosh një herë, dy herë, tre herë. Lejohet i pari që e shikon papritur, por ta ulësh pastaj shikimin, sepse më mbas ngarkohesh me gjuna. Thot Ibn Qayyim, shikimi zanafilla e shumicës së ngjarjeve jo të pëlqyeshme që e godasin njeriu. Shikimi është arsyeja kryesore për shumë gjëra që mund ta çojnë njeriu në shkatërim. Lind me një shikim kalimtar. Pastaj ky shikim kalimtar bëhet mendim. Dhe mendimi bëhet ide, synim. Dhe synimi dhe ideja bën që të lind dëshira, epshi. Dhe dëshira epshi pastaj vihet në veprim, që të arrijë njeriu atë që do. Pastaj veprimi i tij forcohet derisa hidhet në zbatim, dhe nëse nuk ka diçka që e pengon ose mëshira Allahut që ta frenojë, ai shkon pastaj në haram. Par gjithçka lind nga shikimi dhe pasohet me mendim, me dëshirë, me synim, me veprim derisa shkon njeriu në fundin e tij. Prandaj është thënë durimi për ta ulur shikimin është më i lehtë se sa durimi ndaj dhimbjes së pasojave që vijnë mbas tij.
Kanë thënë kullu l-hawadithi mabdaha min an-nadari wa mu'dhamu an-nari min mustasghari ash-sharari. Vazhdon poeti, por po e shqiproi në mënyrë të thjeshtë, të gjitha ngjarjet e kanë fillimin nga shikimi, ngjarjet të cilat e shkatërrojnë njeriu. Dhe pjesa më e madhe e zjarrit, pra dhe zjarret e mëdhenj, fillimin e kanë nga një shkëmbi. Ato zjarret që shkatërrojnë gjithçka, fillimin e kanë nga një shkëmbi. Thot sa shikime kanë depërtuar në zemrën e njeriu, ashtu siç depërton shigjeta që del prej harkut dhe telit. Për sa kohë që robi e lë shikimin e tij të endet drejt të bukurave, ai vazhdon të jetë i ekspozuar ndaj rrezikut. Ai kënaq syrin e tij me atë që e dëmton shpirtin e tij, prandaj mos ardh kur ajo kënaqësi që përfundimin e ka shkatërrim. Ndëror besimtar, Islami na mëson që të mbrojmë njerëzit tanë. Islami i mbron idhtarët e vet, besimtarët. Islami na edukon dhe kultivon çështje të tilla të cilat e mbrojnë shoqërinë. Qofshin burra dhe gra, i mbron nga rrëshqitja dhe immoraliteti. Prandaj detyrohet hijabi për femrat, pra mbulesa, ndalohet përzierja mes burrave dhe grave, të cilët janë të huaj për njëri tjetrin. Dhe gjithashtu urdhërojnë për uljen e shikimit. Dhe të gjitha këto janë masa parandaluese për të ruajtur shoqërinë dhe për ta mbajtur ato të pastër nga çdo e keqe, nga tradhtit dhe immoraliteti. Prandaj gjithashtu bëhen këto masa për të ruajtur strukturën e familjes, të ruhet familja e muslimanëve, dhe për ta ngritur shoqërinë në virtytet e moralit dhe për ta larguar atë nga sjelljet e ulta. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allahu dëshiron që ju të pendoheni, ndërsa ata që pajsojnë epshet e tyre duan që ju të shmangeni shumë larg nga rruga e drejtë. Ne lutem Allahun lartësuar na bëj mirënjohës në Allahut për mirësitë që na ka dhënë, dhe të na bëj besimtar të denj dhe të mirë, dhe të ndihmoj Allahu i lartësuar në ruajtjen e shikimit dhe ruajtjen e nderit. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa taslim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar besimtar, dobësimi ndjenjës fetare, shoqërimi me shok të këqij, përzierje ndaluar mes dy gjinive, janë ndërshkaqet që ndihmojnë njeriu në rënien në haram. Dhe gjithashtu nga faktorët nxitës janë të gjitha korrjetët sociale me të cilat po jetojmë dhe jemi sprovuar me to, dhe të cilat i joshin të rinjtë dhe të rejat që të marrin rrugë të shkurtra, të varpërojnë mbas tyre dhe të bien harame shpesh. Allahu i lartësuar i ruajt muslimanët dhe muslimanet nga përfundimet e këqija. Ka disa gjëra që ndihmojnë njeriu që ta ulë shikimin e tij, natyrisht që kjo është një temë e gjerë dhe secili prej besimtarëve do të përpiqet të studiojë dhe të lexojë, dhe të shikojë argumentet, qoftë që ndalojnë dhe qoftë që flasin për shpërblimin e madh që merr njeriu që ul shikimin dhe ruan shisat dhe ruan nderin e tij. E para e tyre është lutja. Të lutet njeriu, të lutet Allahut lartësuar, jo vetëm për këtë, por për çdo çështje të rëndësishme në jetën e tij. Duaja, lutja, nuk duhet të mungojë nga gjuha e besimtarit edhe kur sprovohet. Ka njerëz që përveç që sprovohen me shikimin e tyre, kalojnë në fiksim. Ajo që quhet ishq, janë të fiksuar mbas disa pamjeve, apo mbas ndonjë personi të gjinis tjetër. Dhe edhe pse është e pamundur, vuan shumë për të. Si mund ta largosh këtë? Me dua, me lutje. Sepse njeriu nganjëherë nuk e ka zemrën e tij në dorë. I dalin çështjet nga duart e tij. I shpëtojnë frerët e vetes, shpirtit. Atëherë ke nevojë për mëshirën e Allahut, ke nevojë për ndihmën e Allahut. Mos e lër veten që gjoja me forcat e tua do t'ja dalësh, nuk ja del dot. Prandaj lutja drejtuar Allahut lartësuar të lehtëson sprovat. Të lehtëson ato që i ke të rënda ndoshta për zemrën. Ndihmoje vetëm tënde me lutje. Ka ardhur tek profeti sallallahu alaihi wasallam një djalosh. E ka thënë i dërguari Allahut, më lejo që të bëj zina. Pra e pranoi rregullat e Islamit të gjitha, por ishte i sprovuar në këtë aspekt, më lejo të bëj moralitet. Të mos e kem haram. Njerëzit e qortuan rënd, i folën,
Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte mësuesi më i mirë, i thotë ai afro. I thotë, a të pëlqen kjo gjë që të bëhet me nënën tënde? Pra dikush tjetër ta bëj me nënën tënde. Dhe këtu profeti alaihi salam na mëson një rregull hyjnor shumë të bukur. Njeriu duhet i kthejë gjërat tek vetja e vet. Kur shkel nderin e tjerëve, kur flet për të tjerët, kur i dëmton të tjerët, duhet ta kthejë nga vetja e tij. Thikën ta drejtojë nga vetja. Thotë atë pëlqen që kjo gjë, këtë gjë ta bëjnë njerëz me nënën tënde, i thotë pashallahun, kurban ti bëfsha babait dhe nënën time, nuk e pëlqej këtë gjë. I thotë për motrën tënde, për vajzën tënde, për hallën tënde, për tezën tënde, për njerëzit të afërt, thotë jo i dërguari Allahu. Atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam i thotë edhe njerëzit nuk duan që këtë gjë t'u bësh me të afërmit e tyre. Nuk pranojnë njerëzit që këtë ta bësh me njerëzit e afërmit e tyre. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ja vendos dorën në krahurin e tij dhe thotë Allah, falje mëkatin e tij, pastroj zemrën e tij dhe ruaj nderin e tij. Mbas kësaj ky djalosh nuk e përfillte fare çështjen e immoralitetit. Ishte i ruajtur se kishte më problem. Shikoni se çfarë bën duaja. Prandaj ta ndihmojmë veten tonë me dua nderor besimtar. E dyta, devotshmëria ndaj Allahut. Pa devotshmëri, edhe nëse je i martuar, edhe nëse një djalë ka marrë vajzën më të bukur, dhe një vajzë ka marrë djalin më të pashëm. Pa devotshmëri dhe frikë nga Allahu nuk mund ta ruash shikimin. Frika ndaj Allahut, devotshmëria ndaj Allahut, besimi i sinqert është ajo që të ruan me të vërtetë nga sprovat. Prandaj le ta kultivojmë nderuar besimtar besimin dhe sidomos në mbikëqyrjen e Allahut lartësuar. Thot poeti, nëse një ditë mbetesh vetëm, mos thuaj jam vetëm, por thuaj mbi mua është një mbikëqyrës. Dhe mos mendo kur se Allahu tregohet i pavëmendshëm qoftë për një çast, dhe as ajo që ti fsheh mund të mbetet atij e panjohur. Prandaj nderuar besimtar, devotshmëria është shkak për uljen e shikimit dhe ruajtjen e nderit. E treta, martesa. Martesa, o ju të rinj dhe ju të reja, ulini pak pritshmëritë. Ulini pak kriteret dhe martohuni, sepse martesa është shërim, është shpëtim për veten tuaj dhe për shoqërinë. Shikojmë mes e muslimanëve një numër të madh pa martuar, ish djem dhe vajza. Profeti sallallahu alajhi wasallam këshillon dhe thotë, o ju të rinj, kush mundet nga ju t'i përballojë shpenzimet e jetesës në martesë, pra kush mundet që të përballojë jetesën normale, minimale, nuk është e thonë që të ketë gjitha kushtet. Atëherë le të martohet thonë. Pra kush nga ju mundet të përballojë shpenzimet e jetesës, martesës, atëherë thotë le të martohet. Sepse thotë ajo është më ndihmuese për uljen e shikimit dhe e mbron më mirë moralin tuaj, pra ju ruan nga immoraliteti, ruan shikimin dhe nderin, martesën. E kush nuk ka mundësi le të agjerojë, sepse agjerimi për të është mburoj, pra sepse dobëson efshin e njeriu. E katërta, shoqërimi me njerëz që ndihmojnë në bindjen e Allahut. Është mjet ndihmues shumë i madh për besimtarët. Njëri prej shokëve të dietarit madh Sufjan Thauri i thotë dola me të ditën e Bajramit dhe më tha, gjëja e parë që ne bëjmë në këtë ditë është të ulim shikimin. Ke nevojë për një shok që në këto ditë vere të thotë ruaje shikimin. Ke nevojë për njëri që të kujtoj se nuk është e thënë që gjithë dhunjaja janë lakuriq dhe na lejohet të shikojmë. Secili është përgjegjës për veten e tij. Secili do të jap llogari për veten e tij dhe secili njeri mbush regjistrin e tij. Prandaj zgjidhe një shok të kujtoj për atë që është haram tek Allahu i lartësuar. Gjithashtu të njohim pasojat që ka lëshimi i shikimit nderuar besimtar, të çon në shkatërrim, dikë e çon në prishjen e familjes, dikë e çon në shkatërimin e figurës së tij, sepse shënderohet. Përveç asaj që bie në haram dhe në gjuna të madhe, dhe kur dalësh para Zotit ke përgjegjësi të madhe. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush më siguron çka mes nofullave të tij, domethënë gjuhën e tij, dhe çka mes këmbëve të tij, domethënë derin e tij, i siguroj atij xhenetin. Garanci nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Sa kemi nevojë për këtë garanci? Siç kemi nevojë për çdo garanci në jetë. Sa herë që blejmë dhe kemi marrëdhënie me njerëzit, kemi nevojë për garancira. Kjo është garanci nga profeti sallallahu alaihi wasallam, garanci hyjnore. Thot kush më siguron çka mes nofullave të tij, pra gjuhën e tij dhe mes këmbëve të tij, pra nderin e tij,
i siguroj atij xhenetin. Unë lut Allahun e lartësuar na bëj nga ata cilët ruhen në këtë jetë dhe fitojnë me xhenetet e larta. Lut Allahun e lartësuar na lehtësoj ruajtjen e shikimit tonë dhe na bëj falënderues për këto mirësi.